Për shëndetin nga kuzhina Njerit, sot kam vendosur me përgatit një pite me mushkrite lupës. I kom marrë 600 gram mushkrit lupës, i blej të këtoqet, ja kom largua cipen e hollë që e kanë të qërë shet pra, i kom pastru mirë edhe i kom qitë pra vetëm me ujë të val me uzi për një 15 minuta. Masanena kur jo nzi është ftofër pra edhe 600 gram mëlqi, i kom ngri kështu në copat e vogla. Mandena nevojiten vaj, një lugë të mesme me krip, një lugë të qaj biber të zi, 2 qep i kom ngri, edhe bismillah tek tigoni, tek mushkrit pra hedhim tashti vaj. Edhe i shtojna me njëherë 2 qep të mdhaja. Masanena, kur të ka verdisen, përgatitim edhe brumën. Me vetëm 2 kuleq. I ka verdisim qep me mushkrit, deri sa të zbutet edhe qep. Shtojna kripën, biberin e kuq, edhe krejt në fund ja shtojna një lugë të mesme me biber të kuq. I kemi ka verdis edhe mushkrit e lopës me qep. Në fund, ka qepën një lugë të mesme pra me biber të kuq, i përzina edhe e nalin të shpërëtin. Të lëna mushkrit që të qepën e mashke, për përgatitin e brumit, 500 gram në mirë, 300 ml ujë të ngrahtë, një lugë të mesme me krip, edhe si gjithmonë pak vaj e qep të këtuj. Përzina ujnë dhe sa të trejtet edhe krita, edhe me njëherë e qep të seri për përzina edhe brumë. Tash e rejtën edhe lëna mushkrit. Tash e morrim brumin, basi e kemi përzi me mikser, edhe dojme pra në 2 kuleq. E dojna formën kështu, edhe kuleqi tjetër po kështu. Morrim me njëherë edhe të hollusen. Një pite tradicionale që kemi qitë gjithmonë të familja jonë, edhe qesim hala. Sidomos kur preke postarma mushkrit e reja të viqit, knaqke. Kemi të hollu edhe petën e madhe, si shpeshikni. Morëm tash vaj, edhe lyna. E të gjitha unë petën. E morëm këtë qoshen, edhe prap e lyna me vaj. Tjetërën qashtë të qesim. Prap me vaj. Edhe qështë.
Vazhdojna me të llu edhe kulaçin e dytë që të paren edhe lyna pashtë me vaj. Kulaçt I kom mbulu me nylon folje, I lojna për 20 minuta që të pushojnë. Mbas 20 minutave tash e marrëm parin kulaç që kemi lënë me pushu, tepsin e kom ly me gjalp. Mundin e pra dhe me vaj, po ne ly sepse nuk rshet pra. E marrëm tash të hollusen, e të hollujna pak, me të holluse kulaçin. Edhe e zgjatëm tash në tepsi. Kemi qitë pra kulaçi kështu, edhe e zgjatëm qoshet. I marrëm tash mushkrit që në ftofër edhe I qesim në mes. I shpërndajna. Tash e marrëm kulaçin e dytë. Furrën e kom shu, po nxeh temperaturë 200 gradë. E letë përgatitje edhe me shumë shije, sidomos për motrat fillestare. E zgjatim pak në duar kështu. Tashti I ranojna të dy kulaçve në qoshe kështu me gishta. Në fund e lyna prap me pak vaj, edhe me një herë e fusem pa, piten që pjeke temperaturë 200 gradë.
kemi lyë me vaj, edhe me një herë fusim tepsit në furën zero. Edhe pitën e kom hek prej furrës, e kom lënë pra temperaturë 190 gradë, me u pjek për 35 minuta. E rresht që bashk jo knoq. Provani e ne keni më bim pra vetë. Qfarë shijet mrekullueshme ka. Është pjek shumë mirë, për fundi ashtu edhe për mi. Nëse provani motrat e dashura, ju lushin duart e ju bëft mirë. Faleminderit për përkrajnë që ma bëni komentet e bukura e deri në recetën e radhës. Nga kuzhina njerit ju them miru pofshim.